Unë pa ta përfunduar studimet gazetari dhe drejtësi. Dhe të dyja këto i kisha mikstuar në një punë që bëja në një organizatë jo qeveritare si koordinatore e projekteve të ndryshme. Dhe isha shumë rehat, më thënë, ndihesha mirë në ato që bëja, për direkt pasi përfundova studimet. Në një nga vajtjet e mia me familjen për në Itali, një mikesh më thotë të lutem mund t'i çosh një dosje një avokati, sepse vllai i saj kishte probleme me drejtësinë. Edhe thash, hajde po ja bëj këtë si favor, domethënë. Ishte pak angazhim për mua, të gjej avokatin, të bëja bisedën, të lija takimin. Edhe marr atë dosjen dhe shkoj, domethënë e ndrova atë rrugën time për t'i bërë këtë të mirë mikeshës. Në momentin që futem te kjo studio ligjore, që ishte një studio shumë e madhe, dhe takoj personalisht avokatin në një moshë të madhe, me një eksperiencë shumë të ngritur e personi arrirë në fushën e tij, unë kuptova se sa mirë do t'ishte, sikur dhe unë, nga juriste të bëhesh avokate. Dhe me thënë, kontakti dhe ajo biseda 20 minuta me të mënyra si ai u ofrua për të ndihmuar shqiptarin që dhe me thënë një italian që do ndihmonte një shqiptar me probleme dhe unë kuptoja atë rëndësinë që kishte profesioni i tij, por ishte edhe eleganca, dhe me thënë, e këtij avokati, më bëri që me njëherë, sa po ktheva nga Roma, kam vajtur ke shkolla avokatisë, ishte ajo faza e biles gati duke përfunduar regjistrimin, edhe thash do bëhem avokate, dhe me thënë, nga hiçi. E vendosa dhe tashmë u bën 9-8 vite që unë jam avokate dhe falenderoj gjithmonë, kam ende kontakt, i them faleminderit dhe mikeshës që më çove, por dhe avokati, sepse përndryshe nuk ka qenë fare në synimin tim që të bëhesha një ditë avokate.